Kjo këtu mrapa nuk është një vilë, po janë dy. Një për vete, një për Baxhanaku. Po kemi dhe të tjera, mund marrësh dhe vllajin. Njona vilë shko 70-80.000 euro. Pjesën tjetër e pagu kur të futesh mrena në shtëpi. Ky është parkimi. Këtu mund të parkosh tankun edhe në bicikletë fëmijëve. Nuk ka shumë hapësirë. Këtu i vjen rrota tankut. Këtu është doma vjerës, ose përdor dhe për studion, mbas dëshirës. Këtu është dera garazhit. Ndërsa këtu ke tualetin kur e ke për shpejt. Po ka dhe lavandari këtu mrena. Këtu është hyrja e miqve. Se ti ke për të futur gjithmonë nga garazhi. Pastaj ka dhe i tualet këtu. Kjo hapësira këtu është e gjitha sallon. Mund t'ju duket e vogël, vetëm në rast se ti je shumë i madh. Këtu është hapësira ku do vendoset tavolina e ngrënies. Është hapësira e madhe, qoftë dash në shtëpi gjithmonë. Mbasi të kesh ngrënë bukë, të shkosh flesh gjumë. Kjo është dhoma e gjumit e çiftit. Ka shumë diell, po pak rëndësi ka se natën s'do ketë diell. Të kape që këtë gata. Të kape dhe këtu. Kjo këtu është dhoma fëmijëve. Ka dhe tualetin këtu. Tualet për macet s'ke. Po të racën, doni me o të regu? Apo doni me pa nga afër?